Knatësima të madhe se me këndu këngën tonë, edhe me ta ditë krejt publiku nuk ka, realisht. I bjen që unë këndjene kam provu tash 4-5 vitet e fundit, edhe është një prej ndjesive më të mira që mundet me ndodh një këngëtarit, sepse kënga është pasaport, është identitet, edhe kur njerëzit vinë për ty, edhe me ndëgjua atë këngë, ose për performancën tonë, atëherë i bjen që mushësh motiv për me punu hala ma gjatë, edhe me sjell projekte të mira njerëzve që vinë, sigur sonde që është plot këtu, edhe ambientet e tjera me sjell risi edhe këngë që i dojnë ata. Sezona 2025 për të dhe grupin Orient ka qenë ngarkuar e përnzum këngëtari tregon për shtypjet e tij. Unë zbashku me grupin tem për post që kemi pas jashtëzakonisht shumë punë, jemi të gëzuar që prej fillimit deri në fund kemi qenë mirë me shëndet, po ora e dyta besoj mbas reagimit njerëzve, mbas mesazheve mandej që i kemi marrë prej njerëzve që kemi qenë pjesë të dasmave tyne, hinxheve tyne, besoj që ka qenë një atmosferë shumë breslance dhe përderisa kemi marrë komentet më pozitive të mundshme, shpresoj që ju kam met në kujtim një ngjarje e mirë, një diçka që na të paktën jemi mundu me dhënë mbi maksimumin tonë. Kur një artist performon live e merr komente të mira, ndjesia është e veçantë dhe shpesh përshkruhet si energji, adrenalin, mirënjohje, lidhje emocionale. Komentet më të mira janë kur njerëzit ta vlerësojnë punën, angazhimin, edhe në fundit thojnë që nuk e kemi prit bashkë kështu. Domethënë angazhimi, befasohen për të mirë. Ajo është vlera më e madhe dhe nuk ka çmim as pare, as kur gjë që e pagun një ndjesi të tillë kur njerëzit të janë shumë mirënjohës edhe të falenderojnë për punën, angazhimin e tyre. E deri këtu e sollë muhabetin, tani është koha që ata ngacmojnë pak për marrëdhënien që ruan me ekipën, që siç thot Artiri janë më shumë se gjysma e suksesit. Normalisht unë jam këngëtar, po 80% të punës e bojnë stafi, angazhimi, njerëzit që punojnë aty rreth asaj pune, edhe që unë jam jashtëzakonisht i kënaqur, i privilegjuar dhe falënderues deri në maksimum që i kam disa djem, një grup udhëhec, Trillion Stublën që udhëheq komplet stafin e muzikës, edhe jam shumë i lumtur krenar për ta dhe për vetë. Na jemi të prirur më mundu, ai me bo hala ma mirë, unë hala ma mirë. Tash aty bjen ndesh gjithmonë që dikush aty në atë mes nuk o ka mundet me bo bashkë ashtu. Edhe në fund ditës, krejt në fund, kur e këshyr zënkën, është vetëm për të mirën e punës, jo në aspektin personal. Për çat arsye i kam tash 3-14 vite grupën e njëjtë, pa ndru kur. Po normalisht, kush punon, gabon, lodhja e bën vetën, stresi e bën vetën, sepse normalisht ke dhënë fjalë të madhe, ke marrë përgjegjësi të madhe me i këndu dikujt në darësën a hingun në datën më të veçantë tyne, nuk është bashkë lehtë. Gjikoka i pohën faktin që muzikën live e ka në gjak, e madje këtu e ka një përësi për të gjithë ata që e ftojnë për me performu. Gjithmonë të live-i, domethënë, risia e këtë kësaj ka me qenë që unë nuk kam me preferu në atë aspektin, thojza jo çdo herë, por kam me u mundu që s'bashku me grupin tim, si vjetë të jem 100% me atë orkestër të cilën unë e kam dhe me atë që ka njerëzit dëshirojnë të dëgjojnë Artirin, të ardhmen edhe ndasmat e tyne që t'ju japim një program, sikur programi festiv apo programi çka do të jetë, një këngë të pak të bota këndojmë, jam të insistu që gjitha televizionet, gjithë njerëzit që më thrasin mu, që t'jem prezent unë të paktën të këndoj live, sepse për atë të paktën edhe njerëzit vendosin me marrë mu në dasmat edhe mbramjet e tyne. Kështu që kjo ka me qenë ndoshta një prej risive që në fund të vitit kemi me i ba disa programe cilat vërtet kanë me qenë tu fillu prej muzikës popullore e deri në atë ma moderne. A i bje kjo për fond që Artirin mos e theme jo të playback? Pa e din 80% njerëzve kur më kanë ftune për emisione, pa dash ka qenë ora 8 mëngjes, dash 8 mbrëmje, unë kam shku me performu live edhe asnjëherë në jetën time s'kam performu playback. E as kur kam qenë i smooth, as kur kam qenë shnosh. Edhe derisa unë t'jam në gjendje fizike të mirë, edhe t'jam shëndosh e mirë, unë kam me u mundu që të këndoj live, sepse për atë punë të ke fundit na zgjedhin njerëz